SPAK mbylli hetimet për dosjen SASPAK, duke dërguar për gjykim ish-ministrin Ilir Beqaj dhe 10 persona të tjerë të pandehur. Sipas njoftimit të prokurorisë së posaçme nga hetimet, është provuar se i pandehuri Ilir Beqaj të ketë pasur njohje me të pandehurin Ermal Kurtulaj, të paktën që prej vitit 2012, kohë ku i pandehuri ka qenë ortak pranë shoqërisë Intek SHPK. I pandehuri Ermal Kurtulaj rezulton të ketë punuar në vitin 2017 pranë FSDKSH-s, më pas në disa projekte të ndryshme dhe që prej datës 1/6/2022 ka punuar si koordinator i zyrës Facility Point për programin EUSER në SASPAK, i emëruar nga veti pandehuri Ilir Beqaj sipas urdhrit numër 80 të datës 26/5/2022. Gjatë ushtrimit të detyrës si drejtori i përgjithshëm i SASPAK-ut, i pandehuri Ilir Beqaj duke vepruar si urdhërues në bashkëpunim me të pandehurin Ermal Kurtulaj, i cili ka vepruar si zbatues, përgjatë viteve 2022-2023 kanë kryer procedura prokurorimi fiktive në kundërshtim me rregullat Prag, të përcaktuara nga rregullat e zbatimit të rregullores financiare, të aplikueshme për të gjitha kontratat e ndihmës së jashtme të Bashkimit Evropian, të financuara nga buxheti i përgjithshëm i BE-s, Fondi i 10 Evropian i Zhvillimit, dhe të detyrueshme për të zbatuar sipas nenit 5 gërmat C të ligjit numër 87 fraksion 2015 për ratifikimin e marrëveshjes skuadër ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Evropian për rregullat e zbatimit të mbështetjes financiare të Bashkimit Evropian, në kuadër të instrumentit për asistencën e parantarësimit dhe ligjit me numër 21 fraksion 2018 për ratifikimin e marrëveshjes së financimit mes Republikës së Shqipërisë, Republikës së Italisë dhe Komisionit Evropian për programin Interreg VB Adriatico Ionian 2014-2020. Të gjitha shërbimet e prokuroruara në kuadër të eventeve mbi organizimin e konferencës FESTA dhe konferenca energjetikës, si dhe bashkëpunimi në rajonin e Adriatikut dhe Ionit, organizuar në vitin 2023, nuk janë nënshtruar një procedurë prokurorimi të rregullt, por fituesi është dakordsuar është përcaktuar shumë më përpara se të realizohet procedura e prokurorimit e kryer në mënyrë fiktive, më pas për efekt dokumentacioni. Këto tendera janë zhvilluar me procedurë negocimi konkurruese, të cilat janë urdhëruar për të kthyer nga i pandehuri Ilir Beqaj në cilësinë e drejtorit të përgjithshëm, i cili ka nënshkruar mbi dakordsinë për të kryer shërbimin e caktuar. Ftesat që janë dërguar subjekteve për të paraqitur oferta sipas llojit të prokurorimit, urdhri për ngritjen e komisionit për të kryer vlerësimet e ofertave, shkresa dërguar fituesit pas vlerësimit, si edhe lidhja e kontratës, urdhrat e pagesave veprimeve, këto të kryera kohë më pas nga lidhja dhe zbatimi i kontratës. Një pjesë e shërbimeve rezulton se të jenë prokuroruar në mënyrë fiktive, pasi shoqëritë tregtare nuk kanë ofruar shërbime, por kanë mashtruar në bashkëpunim të pandehurit Ilir Beqaj dhe Ermal Kurtulaj për qëllime përfitimi material, si dhe në të paktën 2 raste, provohet që këta të fundit kanë marrë përfitime të parregullta në të pandehurit që kanë përfaqësuar këto shoqëri tregtare. I pandehuri Ilir Beqaj ka kryer deklarim të rrem mbi pasurinë e tij nga viti 2020 dhe në vazhdim, pasi ka fshehur interesat pasurore në 50% të kuotave në shoqërinë tregtare Albanian Food and Hospitality Services, si dhe në të paktën 2 raste nuk ka deklaruar shpenzimet e kryera për investime në këtë shoqëri tregtare, ka fshehur pronësinë dhe nuk ka deklaruar shpenzimet në lidhje me një apartament të ndodhur në qytetin e Florës, si dhe ka fshehur pronësinë e një automjeti.